Përshëndetje. Mirë se erdhët në Reze Dielli, ju përshëndes drejt për së drejti nga programi ynë i mëngjesit në këtë ditë të premte, duke pritur të gjithë fundjavën dhe duke u organizuar padyshim për të kaluar një fundjavë të çlodhse edhe për të karikuar për të filluar më pas me javën e re. Në ditën e sotme do të ndalemi tek një histori e cila është rrëfyer përpara se fillonte betejë e fort dhe përballjes me kancerin e gjirit të Stella Nikolës, tashmë një muaj pasi ajo është operuar dhe ka përqafuar trupin e saj të ri, do të vinë në këtë studio për herë të parë për të rrëfyer gjendjen e saj një muaj pas operacionit të dy gjinjve. Në pjesën tjetër do të kemi një histori për te kufive tanë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku do të njihemi me një artist i lindur në Itali dhe gjithë karrierën e ka zhvilluar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por rënjët i ka shqiptare. Se si e kemi njohur David Kurtin, është akoma një histori më e bukur dhe më vete, pasi do t'ja lë surprizë dhe në kuriozitetin tuaj për të ndjekur mënyrën se si dy shqiptar, dy artistë takohen befas në mënyrë të rastësishme, një rastësi tepër e bukur për t'u përcjell edhe në ekranin ton. Na ndiqni deri në fund, kemi dhe receta fantastike, këshilla që vjen nga kuzhina përmes Albanës dhe produktet që do të përdorim sot janë të gjitha ato që janë të stinës dhe ato që ju mund të keni në familjet tuaja. Shkojmë në kuzhinë, fillojmë me njëherë. Ja ku jemi në kuzhinë, filloj me njëherë me punën, mirë se të gjeta. Mirë mëngjes, mirë se erdhe. Qa është kjo veshje kështu me ngjyra ndese, kështu jeshile, mente? Po ndezëse, ndjellëse, po kështu është kjo punë, pranvera i ka këto. Pranvera i ka këto. Bukur. Dhe për mua pranvera është në një maj, mbaroj muhabeti. Aty fillon. Po, si do t'jurgo pulla? Aty ku mbaron, kësaj fillon. Aty. Qa do gatuajmë sot për zonja Atëre tona? patlıcan, imam bayaldi. E di që do të thot njëra është kështu, tjetra do thot kështu, gjithse cila do mbroj, jo të traditën e zonës dhe të krahinës, po traditën e familjes vetë. Pra, edhe unë ndjek të traditën e familjes time sot. Nuk ka shumë, ka thjesht qepët, sepse nuk është me mishin e griri imam bayaldi, më ngri imam, u vel dhe bayaldi se nuk donte më pse, sepse vaj është... Vetë patlıxhanët janë... Po. Do vaj goxhan, kur është problemi. Që tërheqin, përthithin shumë vaj. Tek patlıxhani, sipas ja që kam patlıxhanët këtu. Secilës tradit, dikush i mbush me oriz me mish të grirë, dikush me perime, Mami me e pjesën ka vetëm e qep. me qep. Vetëm e qep. Nuk ka as karotë, nuk ka as gjë dhe do dhe jeshilliqet. Pra qepa është salsa, thelpit e hudrës, vetëm limoni është opsional. Vetëm limoni. Nëse doni shtoni, në të kundërtën jo. Si që kam patlıxhanët u hap pjesën e brendshme, Po. e till, i vendos me pakës fare E të zbutën. krip brenda, sikur se kam edhe pjesën tjetër, pra një shirit po, një shirit jo. Këto lëkurat që unë i kam, shumë mirë nëse do kem ko, pa tjetër i bëj me erza dhe kryohen vetëm në një skuqje, mbas skuqjes lëshohen në një letër kuzhine, ose në të kundërt në furrë. Por jo që të thanë, tamam, janë se puna atyre cipsave, s'kem se marrim e blem cipsa, ja, janë të tilla, përdoret me pataten, me kungullin dhe me patlıxhanën, tjera jo, sepse nuk kanë shije. Sërish edhe këtu, kryoj atë varkëzën e vogël, pakës fare krip, dhe... Furrën e kemi ndezur. Po, furrën e kemi të ndezur, do t'i vendos në vatrën e zjarit dhe kapakun. Përse vjet kapaku? Kapaku vjet lërë që du t'i shpëtojmë vajt, por kryot edhe avujt dhe avujt e zbusin. Më pas, do t'i kaloj në furrë, pa në furrë, për para se... Është kjo mikroklima që krijon kapaku dhe avujt veprojnë, zbusin, e mbi të gjitha nuk thahen lëngjet brenda asaj, kështu që edhe patlıxhanët
Nuk i duam të thatë, po do t'i skuqim dhe t'jenë të butë, se ndryshe mund të kishim vendosur dhe t'i piqnim në furrë para se t'i mbushnim këtu në tryezë. Tani të tjerë përbërës, si që thamë, janë 1 kilogram qep kam përshtypjen, duhet jetë me sasi, qep të bardha, të cilat do t'i grim në copza të vogla, pjesën tjetër të produkteve. 4 qep të mëdha, 1 kile shkojnë, sepse janë të mëdha. Absolutisht. Pastaj në varësi, sa patlıcan kemi. Po. Të raport e shikojnë zonjat vetë në shtëpi dhe me sy, tashmë etalon matës i të gjitha produkteve, zonjat kanë atë eksperiencën e tyre, praktikën. I përmbledhim së bashku dhe njëherë produktet, sepse thamë që kemi patlıxhanët dhe qepët, pjesa mbushse, kryesore, do të ketë patjetër edhe produktet të tjera. Regja na ndihmon pak me recetën. Pra qep, një 4 qep të mëdhaja, ose 1 kilogram qep normale, 4 thelpinj hudhër, 4 domate të pjekura, 1 tuf majdanos i freskët, 1 lugë çaj sheqer për pjesën e salsës apo domateve që do të përdoret për të ekuilibruar edhe aciditetin e tyre. Prandaj përdoret sheqeri, krip piperi zi për shije, vaj ulliri dhe lëng limoni, të cilën Albana e ka shënuar që është opsional, doni apo nuk doni, për ndonjëherë kur përdorim lëngun e limonit, do të kemi kujdes me kripën, do njëra në siltas, pra kur s'duam të përdorim kripën, mjafton të rregullojmë pak shijen me lëngun e limonit. Tani, kemi krysh qepët. Nëse unë them për shembull, them tek limoni opsional, nuk e them thjesht një anvis, absolutisht. Sepse di shumë mirë që niveli, që limoni ul pak nivelin e yndyrës, pra nuk bajallëdisësh. Pra, anvisat vërtet mund të thonë unë familjen time kam përdorur këtë apo jo. Kurse nga ana profesionale them që limoni ose dhe pak fare uthull ju bën shumë mirë që mos bajallëdiseni me qepën. E lë dhe limonin këtu dhe vazhdojmë me pjesën tjetër. Një patlıxhan, gjë që i marr pjesën e lëkurës, nuk më duhet një po, një jo. I thajmë, i përdorim, si që thamë, me erëzat të tjera. Disa do t'i kaloj në rrethona dhe pjesën tjetër, normalisht, do t'a gri që t'a vendos tek qepët. Shikoj që, jo shikoj, por të gjoj më sakt. Të t'i kthejmë pak patlıxhanët. Duke qenë se asi janë këto patlıxhanët kur i skuqim. Kanë përmbajnë dhe sasinë e ujit dhe përthisin dhe shumë yndyrën. Po patjetër që po. Që është, do t'i ndihmoj me pak krip. Atëherë jo, nuk do t'i ndihmoj me pak krip, por ndihmoj veten ky është sekreti me pakës fare ujë. Si shtemi që tek qepa e na duhet që t'i shtojmë ujin edhe vajin që të kemi atë zbutje, ashtu dhe tek patlıxhanët dhe më duhet më pak kohë për t'i kaluar në furrë. Pra, dhe patlıxhanët i bëjnë grimca, i coptoj. Ja, vazhdojmë përsëri me specat e skuqur. S'ka problem. E lëm që të marri dhe faqen tjetër, të skuqen të zbuten, se duke u zbutur dhe i mbushim me kollaj. E largoj paksa, duke i bërë yzmetin patlıxhanëve këtu. Pra, një prej patlıxhanëve e kemi ruajtur për të përftuar nga ftuli, që ta bashkojmë me mbushjen. Do të marr pakës fare krip. Bëjmë gati atë shtratin ku do t'i vendosim patlıxhanët. Pakës fare vaj.
Dhe A janë zbutur, besoj po. Me gjitha të zhurmë që na bën. Shiko? Pra atë yndyrë që do të marrin gjatë skuqjes, me atë do të mjaftohemi deri në fund. Ja. Super. Do të shtoj pjesën e ujit, është nuk është vetëm yndyra, është dhe sasia ujit që i shtuam. Dhe i vendosim direkt e në furrë, lëri pak këtu dhe pastaj direkt. Shtoj. Me qepën tani. Qepët. Kam domatet e thata, disa sa mira që janë domatet e thata, gjë që në vaj, për të patur jetë gjatësi, ja ku i kam. përdorim në gatime të ndryshme, në omleta gjithashtu, apo jo me vezë, ose Patjetër që këto domatet do t'i përdor në çdo gatim. Japin shumë shije. Sepse më duan domatet të buta ose domatet të thara, sikurse kam edhe salsën që e kam ruajtur në frigorifer. Po, në ngrirje, përmes letrave të kuzhinës, ta kujtojmë dhe njërë t'i themi si e ruajtëm salsën këtë herë. Ka disa mënyra për të ruajtur atë salsën, sepse do të vi përsëri vera kulmi domateve dhe do t'i përgatisni prapë me duart tuaja. Kur kemi një salcë që e kemi përgatitur vetë, mënyrën se si do t'a ruajmë, janë disa. Një prej tyre është vendosja e lug-lug në për letra kuzhine. Vendosim salcën dhe letrën dhe gjithë këtë mas e vendosim shtres pas shtrese brënda në ngrirje. Kur të na duhet, 10 minuta përpara se të përgatisim gjellën, tavën, apo çfarë do lloj gatimi ku do të na duhet salca, i përdorim. Është një mënyrë më jetë gjatë që e kemi sjell ditë më përpara, për ta rikujtuar mund ta gjeni në kanalin e Reze Dielli në YouTube, për ta parë më nga afër gjithë procesin se si të ruani salcën për më gjatë. Tani, shtoj edhe patlıxhanët e grirë. Që t'i jap. Shtoj domatet si që kam. Dhe pakës ujë. Duke qenë se domatet e kanë kaluar atë, nuk janë domatina të vogla, janë domatet normale këtë rast? Po. Të prera në disqe, të thara. Dhe që ja i përdorim tani në këtë rast, e lëm të zbuten pak dhe ne do të shkëputemi tani është momenti që të marrim ofertën e ditës për Prostatol, të suplementi bimor për të gjithë personat të cilët janë të interesuar dhe vuajnë nga prostata. Hidheni një sy këtij suplementi që sugjerohet dhe do të rikthehemi për të vazhduar me recetën tonë. Jemi përsëri në kuzhinën tonë, mirë se erdhët, për të vazhduar me recetën e patlıxhanëve. Jam shumë kurioze të di se çfarë përgatisin anvisat tona në këtë të premte, çfarë kanë zgjedhur, tregu është plot tani me fruta me perime kryesisht. Kështu që kemi mundësi të zgjedhim edhe të gatuajmë receta të larmishme, mbi të gjitha plot ngjyra. Është ajo shpreha që themi ne, mundohuni të hani ylberin, që do të thotë që pjata juaj të ketë sa më shumë ngjyra. Me këtë kuptim e kisha. Dhe, duke patur ngjyra, kemë shumë vlera, shije, vitamina, çfarë na duhet ne për të patur një organizëm të shëndetshëm. Tek ylberi, për shembull, thon, ylberi është ura lidhse e njeriut me besimin te Zoti. Po, ka plot shumë shprehje për ylberin. Po, kështu thuhet për shembull. Edhe nuk ka më bukur kur e sheh pasi ka dalë. Kur bie shiu, nuk e di, është fenomen i rrallë tani, është fenomen i rrallë tash se dikur kalamaje shifeshe më shpesh? Po, patjetër, si puna e xizollonjave. Si puna e xizollonjave. Që kishte më shumë gjelbrim, dhe shikoj tani xizollonjën ku ti shohësh. Këtu, siç jam, të shoh domatet e mia on këtu, të domatet e thara, do t'i vendos një nga një tek. Po. Një sekond, a e futem në Jo.
Se vendosëm. Shpejto, pam, pam! Shpresojmë që t'jetë nxehur mirë furra, po. Nëse ju dëshironi, hudrat po e po, se s'ka... Nëse është aroma e rëndë dhe ju nuk e suportoni do se të shkoni në përzyra, normalisht i shtoni hudrën që është në pluhur. Por nëse dëshironi, shumë i mund t'i shtoni piperin e kuq, sepse i jep shien e veçantë, sikurse dhe salcën që unë e kam me njëherë shkrina salca, madje e kemi nxjerrë ndoshta më herët, si të nxjerrë Po. dilte, kështu si që na doli dje në gatim. Ja. E largoj. Dhe pjesën tjetër. Secila flet ka nga një lugë e gjysmë gjelle me salcë. Ja, këtë doli e tillë. Kjo ishte më mirë në... Po, nuk më duhet më. Shi dhe unë pak duart. Edhe jep të ngjyra. Mënyra që na tregove e salcës, nuk e di, e kam thënë shpeshherë, po ndoshta jam bërë repeticish. Se më pëlqen shumë kjo mënyra. E Se ngelëm tuna u myk kavanozat, po. Po pra, po shumë mirë, sepse kur merr siç ke salcën, sa bukur që duket limonada jonë e trëndafilt. Shifeni pak sa ka lëshuar trëndafilat, vaj hithërës që përgatitëm dje, dhe që ne ju falenderojmë shumë për të gjitha komentet që keni shkruar. Aty në raftet tona me Pontin, kemi vendosur edhe limonatën dhe vajin e hithërës që përgatitëm dje, dhe që shumë shpejt do ta konsumojmë atë gotën me limonatën në aromën e petaleve të trëndafilit. Të jenë të sigurt për këtë gjë. Dërsa vajin e hithërës thamë për 6 javë, do ta hapim, madje do ta vendosim vajin e hithërës në një vend më të herët, se sa ngjitur ku e kemi përcaktuar në raft. Tani, edhe pak, edhe jemi gati që t'i mbushim patlıxhanët. Shtoj pak sheqer. Do të shtoj masën e kripës që mua më duhet. Do të shtoj masën e piperit. Kaq. Kripën normalisht që rregullojmë shijen dhe më pas, dhe do të marr bimët aromatike. Të cilat janë majdanozi dhe keni majdanoz, koper, energjik, si të doni ju. Unë jam referuar këtyre dyre bimëve aromatike. Të thoni ju, po pse nuk pate mundësi të merrin energjik? Unë energjikun e thatë e përdor më tepër, sepse i jep një aromë akoma dhe më të fuqishme. E para gjë. E dyta, nëse unë dua të bëj atë revolucionin e frigoriferit, zgjedh çfarë ka frigoriferi. Dhe në do në të dini ju, unë e kam boshatisur frigoriferin, sepse kam përdorur të gjitha perimet dhe i jap një prerje ashtu si që takon. Aromatike na janë bërë si dyshja e kri piperit në çdo gjellë që rregullon shijen, ashtu dhe bimat aromatike, majdanoz, koper, 2 më kryesoret që ne nuk rreshtim, siç e keni vënë re, pa i përdorur në gatimet tona. Pse? Vetëm që na i bëjnë gatimet më të shijshme, por mbi të gjitha vlerësojmë potencialin e vlerave që këto bim kanë në shëndetin ton. Edhe pak fare ujë. Dhe jam është gati. Shumë në rregull. Kam limonin. Përse? Bëj këtë veprim. Këtë veprim e kam parë Androniki që jeton shpesh. Për të na bëj aldosur nga rëndesa që do të kenë patlıxhanët. Nga yndyra e tepërtë që përmbajnë mbushja edhe vetë patlıxhanët, tani edhe pak dhe po i sjellët, ti marr se boll i lam të zbuten, do të vazhdojnë procesin edhe pak më vonë, që po e sjell që 3 patlıxhanët që kemi pjekur, skuqur, i largoj. Ti mbushim, kemi shtuar dhe pak ujë në fund. Po i mbushim me këtë mbushjen me qep, vetëm me domate të thata, me erza, bim aromatike, edhe salcë. Kemi vendosur dhe ujë në fund për mos na u ngjitur. Ja, shiko. E theksoj që është ujë, se mos mendoni që është i gjitha yndyrë. Është ujë që vendosëm kur skuqen patlıxhanët. Kujdes është nxehtë. Atëre.
marr një lugë. Shiko? Për së vërtetës, do i duheshe, do ishte akoma më mirë, po të qëndronte dhe pak për të zbutur, edhe të ftoheshe që të mbusheshe pa është edhe nëzet, pa tjetër. djegje. Mbushim mirë. Treja patlıgjanët, pjesën tjetër të mbushjes, do të vendosim aty në tavë, si shtrat, ajo është pjesë shumë e shishme, e ngjyeshme. Ja, këtë këtu, bëjmë hapjen, dhe bëjmë tani dhe edhe tjetra. Ka shumë mënyra për mbushjen dhe gatimin e patlıgjanëve. Një prej perimeve që kam të lë shumë fantazi për ta gatuar. Tjetër, shiko, po të doni ju. Shiko. Është pothuajse gati për ta mbajtur shumë pak minuta pastaj në furrë dhe ta shijojmë. Por mjafton kaq, sepse këtë shtres tani e gjitha mbulon, e gjitha mbulon patlıgjanin. Në momentin që ju, Super. Dhe bëj vetëm ndarjen e patlıgjanëve. Vendosim në furrë. Në fund do të kemi një rezultat të një mbushje më të thatë, padyshim, do ta lëmë që të përsisen të gjitha lëngjet, dhe më pas ta shoqërojmë Këtë pjesën poshtë që shikoni ju, shumë mirë ne i shtojmë miell misri. Po. Miell misri të pakët. Sa një prekje, kështu një pudrosje. Por jo tani. Në momentin që bëhet dhe ne i largojmë nëpër pjata. E vendosim direkt, e vendosim në furrë. Jo, nuk është shumë, se nuk e lam të qëndronte për gjatë në furrë dhe presim sa të bëhet gati. Do thoni ju sa minuta. Furra jon i pjek shpejt gatimet, ne do ta lëmë diku te 20 minuta. Me aq llogarisam. Sepse është e bërë, nëse vendosin dhe një letër pjekje, patlıgjanët ishin patlıgjan të mirë, që kështu jemi të 20 minuta, 25, mund shkote 30 minuta, sepse është gjithmonë në varësi të furrës që kemi. Temperaturës që kemi. Ne kemi vendosur në 200 gradë. Tani bëjmë një shkëputje me reklama, çfarë do gatuajmë më pas? Gjon me bizele, gjon me bizele. Janë në treg të freskëta, edhe sa vjen dhe bie çmimi, jo si puna e qershive, se pas ta çmime, nuk e di, 22.000 lekë qershia kilogrami. U bëmsha qershi, inshallah. Qershi u bëmsha. Pas publicitetit, rikthehemi përsëri. Ja të kemi pas publicitetit, rikthehemi në kuzhinë në këtë pjesë të dytë për të përgatitur një gjellë me bizele, me këtë perime që na sjell pranvera të freskët, të shishme, me një ngjyrë të bukur, me shkëlqim dhe plot vlera ushqyese. Dikush e përdor në gjellë, dikush në sallat, dikush në një supë. Ka shumë mënyra për ta përfshirë bizelen, duke qenë se është tani perime e pranverës. Duhet ta përdorim sa e kemi, se pastaj ka një kohë të shkurtër në fakt në treg. Më pas e marrim dhe ngrim, dhe përdorim nga qeskat e ngrira. Dhe është një mënyrë më mirë për ta mbajtur sa më gjatë, po. Do të kemi diçka parasysh që nuk e fusim në ujë të nxehtë për ta shkrirë. Pra e lëm ashtu siç e ngrim, ashtu kërkon edhe procesi i shkrirjes. Kam patatet të cilat i kam prerë në kubik, jo dhe forma e rregullt, se nuk më duhet shumë forma e rregullt. Kam vendosur vaj bimor, pak skrip fare dhe piper. Kam qepën, që është e prerë
në gjysmë hënë, po të doni ju mund të agrini dhe imët fare, kam karotën që e kam prerë në disje, sepse më duhet që të dëndije dhe shia e karotës, sepse shpesher në përsupra ne e përdorim për shumë të grirë, në rende, në blender. Për familjarët që por se dua. duhet, po. Bizelja që është akoma e ngrirë, kam domatet, salsën e domates, nëse dëshironi shumë mund të abërën si shtash dhe në rastin e para mund të edhe me limon, limon kopër bizele, po për dhe sa ne kemi shtuar patatet, normalisht që e pranon atë salsën e kuqe. Tek domatet që unë kam, do t'i pres për gjys. Ja shtojmë nga fundi, besoj. Dhe shtoj nga fundi. Do të marë bimët aromatike që i pres me thikën e madhe dhe pjesën e ujit që mua do më duhet për t'ja shtuar në fund fare gjellës. Pra, e pat për para disa ditësh që unë nga pakujdesia ime vura gishtin dhe preva gishtin. Gjithmonë do t'ju ndihmoj nëse ju do bëni atë prerjen e duhur, si që keni tuf, vendosni gishtrind, pjesa do të dalë këtu që thika si do që të shkoj, shiko, nuk e lejon, nuk e lejon edhe pa pasur mendjen fare. Mendja moj, kur e ke mendjen diku tjetër pret gishtat, po çati. Po ashtu prien gishtat. I pret, vazhdon pret. Net mamollën, thasë që që net mamollën se preva gishtin. Mendja diku tjetër edhe vazhdon, pastaj priet. A ke mendjen aty te prera, nuk e pret dot kollaj. Dhe i largoj patatet. Qepët pas patateve, sa u kemi dhënë një ngrohje skuqe të lehtë, një zbutje. Dihet që bizelet kanë një kohë zjerje të pakët, nuk na duan aq më tepër kur i kemi edhe në ngrirje. E të mendosh që shekuj ose vite shumë përpara përdoreshe kryesisht ajo bizelja e thatë. Pastaj doli kjo e njoma dhe po të lexosh shumë kuriozitete që lidhen me bizelen. Këto aristokratët francez edhe italian, kur doli kjo bizelja e re, jo ajo e thatë, përdonin dhe servirin bizelen si pjatë luksi, e pëlqenin shumë. Dhe është akoma. Dhe është pjatë luksi, faktikisht. Jep shumë fantazi për ta gatuar dhe kreativitet, dhe mbi të gjitha, e vetëm se është e shishme bukur me këtë ngjyrë jeshile, por ka edhe vlera ushqyese dhe vazhdimisht ne i lidhim produktet që konsumojmë, sepse duam që të japim mesazhe të shëndetshme dhe përmes gatimit, kur i kemi të tilla, që ne duhet jo vetëm të ham, po të ushqehemi. Po, patjetër. Që të ushqehemi dhe të dim pak a shumë se çfarë vlerash marrim prej gatimeve. Për shembull, rasti i bizeles është një perime që është shumë e pasur me proteina bimore, me vitamina, me minerale, me fibra dhe me aminoacide. Kanë këtë ngjyrën e klorofilt, kështu që mos e neglizhoni sa e kemi në treg tani të freskët, ta shijojmë. Dhe jo më kosh e premtja është gjithmonë e bizeles, është e thjerrzave, bishtajore, jo mish, sepse ti kërkon që trupit tënd t'i japësh pak kohë, shtunë të diel për shembull që njerëzit janë pushim, sidomos ajo e diela që është pak më bom që njerëzit dalin, e teprojnë dhe më pas ka nevojë njeriu dhe ta teprojë ndonjëherë. Ka nevojë ta teprojë dhe të provojë. Shije që ndoshta nuk e lejon gjatë javës, kështu që gjithçka lidhet me ekuilibrin që krijojmë ne në shëndetin tonë. Të lë pak që të më bëhet qepa. Çfarë do bëjmë tani? Të marr një qese. E kam shtuar. Kam keri dhe kemi thënë që keri ka 7 deri në 12 erza bashk. I shtoj këtu. I largoj, sikur se marr edhe
Pra keri piper të zi edhe piper të kuq kemi këtu. Marrë dhe një seshten. Po. Me këtë përzierje, pluhurash, erzash, do të marinojmë me ndihmën e një qeseje, që të kemi mundësi të ketë ajër dhe hapësirë. Është një mënyrë që na shërben për t'i pudrosur, marinuar, kemi përdorur patatet, kungulleshkat në këtë formë. Ile të tilla, që ti skuq pak më vonë. Sa të Tani, përfithen. mua më duhet kjo ngjyrë e tillë, kushtoj dhe domatet Pakës krip, pakës fare piper. Nëse ju dëshironi, pa përse jo mos e dëshironi, për shembull, përse jo. Ja. Ma pak fare soja, për t'i dhënë atë. E pranon edhe shijen e sojës. Po, e pranon Është shumë një biles. salcë delikate, kremoze, me një densitet për të vlerësuar, një krem soje që na siguron Teuta përmes importit që i bën shumë produkteve dhe markave të njohura prestigjioze dhe shumë cilësore italiane. Një prej tyre është marka Ponti, që ka një listë të gjatë të bollshme të produkteve të shportës. Sepse dua që vërtet ta bëjmë nge këtë ushqim. Këtu. Opa, të dja u kthiem ne? Opa. Jo, thjesht Shiko. do të duhet që të marrësh për çfarë të Shtoj pak fare sod. Në pak kic asgjë nuk i bën. Thjesht ndihmon që të ruaj ngjyrën. Është më e pastër, shumë nga ndonjëherë mund të pastrojmë karrotën dhe e lëm aty për shembull mbi 2 orë, sepse merr me punë të tjera. Vendosni pak sod dhe nuk keni asnjë lloj Çdo problemi. perime në fakt. Perimet, duke qenë se kanë ndryshuar shumë, pesticidet përdoren në masë, toka, ajri, gjithçka ka ndryshuar dhe nuk kemi të sigurt për t'i pastruar siç duhet frutat dhe perimet, kështu që një nga mënyrat më të shëndetshme dhe më të sigurta është përdorimi i sodës teksa ne pastrojmë perimet. Lajmi shplajmi vendosim në një enë të madhe me sodë brenda, ujë me sodë, dhe i lëm aty për disa minuta Shtoj që të pastrohen mirë dhe të largojmë pesticidet. soda lejon që perimja të mbaj ngjyrën e vet. Pra sepse unë tani nuk mund t'i bëj blancherim gatimit. Pra me pak sodë ruan ngjyrën e vet. Pak fare sa mos i bëj dëm sepse nuk po bëjmë kulaç. I vë dhe kapakun. Bimët i kam më njan dhe jam e ku jam. S'kam çfarë të bëj tani. Pa heq pak këto. Në dyshen e fuqishme të higjienës së visave është soda dhe limoni ose soda dhe uthulla. Por, kemi këto kapsulat që vendosim për larjen e robave. Këtë marrë dhe dylbit e mia. Ja, ti largojmë pak këto të tjera? Po, ja, e lëm këtu. Me qënë se aty nga skuqa e tepërt ka spërkatje me yndyrë, do të tregojmë tani një mënyrë sa të vëzij dhe karota, që ta shkëpusim pak vëmendjen dhe do të kalojmë tek receta tjetër. Kemi dhe një recetë tjetër, kështu që mos u largoni për ta ndjekur dhe të mësojmë një truk në gatimet tona. Soda edhe limoni janë një dyshe shumë e mirë për të pastruar. Sidomos Kam si një pastrim të duhur, sepse edhe këtu, rreth e rreth që është nga gjithandej. pikat e vajt. Po.
pikat e vajit dhe yndyra. Është shumë e mirë i njëjti veprim që unë përdora, mund të vendosim edhe longun tjetër sërish e vendosim tek pecetat. Po. Tek pecetat, Për njollat. sodën, po. Sodën, kuelash, detergjendi, pa tjetër, sepse të nuk e bajmën kuelash, edhe i keni bor të bardha sërish. Ne kemi thënë 4-5 lloje, mënyra të ndryshme për pastrimin e tenxhereve, të pecetave, por asnjëherë nuk pushojnë, po. Sobave, pjanurës, pra siç po përgatisim tani. Pra, e lë shumë pak dhe e pastroj Ky qëllimi që të me mos një lihet leckë të pambukët. sepse soda thahet, edhe lë ato njollat e veta pastaj dhe mezi pastrohet. direktja. Njollat e bardha. Shiko si e bën xham fare. Mos bëni gafën që të meni leckën, të meni direkt pa marrë leckën, ta pastroni, sepse nuk do t'ja u pastroj. Vetëm mbas leckës, të pambukët, ja, qidhe duart, dhe vësërisht, Tani punojmë qetë. ja, edhe me krenari, biles. Me bizelet. Dhe me krenari. Në ndodhë shpesher dhe kur gatuajmë në shtëpi që duam ta kemi atë ambientin kështu të pastë, pavarësisht shumica e lë për në fund, dhe nuk është asnjë gjë e keqe që pasi të kemi mbaruar komplet me gatimet, pastrojmë pjanurën dhe ambientin. Nëse i shërbejmë më së miri. Kalojmë dhe tek receta tjetër sa të vazhdojë zjerja dhe do bëj një përmbledhje tani të gjellës me bizele. Jo, do të shkoj të gjitha. Po, që do zjenë, vazhdojë zjerja me tomatet, me bizelet, karotat dhe patatet. Ja do t'i shtoj tani për të vazhduar dhe disa minuta të tjera për të zier. Së bashku do të bëjmë një përmbledhje të produkteve të recetës së gjellës me bizele dhe patate. 2-3 patate mesatare, 3-400 gram bizele, një qepe madhe, 2-3 domate të pjekura ose 2 lugë gjelle salc, një karot, 2-3 lugë vaj ulliri, krip, piper, pak rigon, majdanos sipas dëshirës dhe ujë, kjo, sa të mbuloj gjellën, sa të lëngshme doni ju. Kaq ishte gjella. Kaq. Largojmë. I shtojmë edhe sasin për të rregulluar shijen, në fund fare, e provojmë dhe tregojmë se sa krip i duhet. Dhe me kapak në dorë, jam gati që t'i vë kapakun dhe të ziej avash. Është shumë i shpejt procesi, sepse i kemi bërë të gjitha, i kemi paraprirë gatimit Bukur. me zjerin dhe me skuqjen e produkteve. Bëhen E marrë gati dhe dhe heq. patlıgjanët për t'i servirur, të dyja recetat janë drejt përfundimit, gjithsesi, përveç kësaj hapësire, kemi dhe dritaren tjetër, kanalin tonë në YouTube, Reze Dielli, për t'ju rikthyer. Alvana vjen me produktet e tjera dhe do të gatuajmë tani një recet që mund të konsiderohet recet zakonisht moderne, por ne zbulojmë, sjellim në tryez receta të shëndetshme, kur bëhet fjalë për kinoan, siç është kinoa 3 kolore, 3 ngjyrash, që na e sjell dhe mundëson Teuta përmes llojeve të ndryshme të super ushqimeve, dhe super ushqime janë ato ushqime të cilat kanë të gjitha vlerat ushqyese që ne na duhen, super vlera mbi të gjitha, prandaj quhen dhe super ushqime. Për të gjithë ju që e njihni kinoan, shumica mund ta konsiderojnë është një drithër, por gjithsesi shkencërisht dihet që kinoa është një farë e shëndetshme dhe që mund të përdoret në lloje të ndryshme gatimesh. Ta shohim pak si u ta sjell sot Albana për gatitjen e kinoas. Është superfood. Dhe i kemi thënë të gjitha kur themi super ushqim. Shohim pak së bashku recetën e kinoas, një sallatë e shëndetshme që ka fibra, proteina, shumë vlera ushqyese. Unë po i lexoj fillimisht produktet e recetës. Na duhen një gotë kinoa, mund ta zgjidhni kinoan 3 kolorshe ose 1 ngjyrshe. Më e shëndetshme është kur janë të treja llojet e kinoas, 3 ngjyrshe. 2 gota ujë për ta zier, pra 1 me 2 raportin e zjerjes së saj. 1 kastravec i freskët, 1 domate madhe ose domatina, domate qershi, 1 spec i kuq ose jeshil, gjysmë qepe të kuqe,
një tufë majdanoz ose nenegjik, 100 gram djath i bardh, ullin të zinj, 2-3 luggjelle vaj ulliri, lëng limoni ose uthull, krip dhe piper sipas shijes, pak hudhër e grirë i mët, dhe likur limoni pra për ta freskuar. Duket sikur janë shumë produkte, por që janë produkte të cilat i kemi në shtëpi. Astravec, speca, tomate, erza, pak djath, çmerdi kjo era e mirë. E pat fëxhanet e ti ma ke vënë dhe këshu poshtundës. Ato dorezat i kemi lënë këtu për t'i treguar rezultatin e patlıcanëve. Ja po e lë këtu për para më mirë. Le të ma gjep se shiku si ta visat sa unë këtu. Atëherë, majdanozi. I hodhe të gjitha këtu, po. Domatet. Thjen dhe gjella bëjmë edhe salatën, të dyja dhe mund të shkojnë në një tryezë. Shkojnë patjetër. Edhe me patlıcanët kjo sallatë. Pasi ta kemi mbaruar, i shtojmë këtë gjitha në tasin tonë dhe duhet të ketë përfunduar besoj minutazhi, po. Me një luk, përzi, mire. Gjithë ditën kryojmë receta. Do t'i shtojmë edhe erzat. Direkt. Një sallatë shumë e mirë që nuk duhet ta neglizhojmë, ta përdorim, është shumë e shëndetshme. Bëja të marifetin tënd. Quinoa është e pasur me fibra, hekur, magnez, aminoacide esenciale. Marr një lugë të vogël. Na ndihmon shumë për tretjen, na mban të ngopur për shkak të fibrave. Ka mënyra nga më të ndryshme, mund të konsumohet në sallata. Ja t'i hedhim disa ullinj pa bërtham. Shtojmë edhe djathin dhe na bëf të mirë. Mos harroni ta ndiqni recetën tonë edhe në YouTube. Shtojmë edhe në çik salcën e sojës dhe përshëndetemi. Ja, këto janë recetat që sollën për ditën e sotme, fundjavë të bukur, ja hodhëm edhe salcën. Mirë. Pakës fare vaj dhe besoj se... Dhe lumneç do provojmë tani në publicitet. Rishjemi pas pak në bisedën tonë, ju pres. Ka histori që të drithërojnë dhe ka gra që të mësojnë të jetosh me shumë guxim dhe me shumë forcë. Ajo është një grua, një nën, dhe mbi të gjitha është një luftëtare e vërtet. Një vit më parë, jeta e saj ndryshoi përfundimisht. Një diagnozë e papritur si kanceri i gjirit, i solli përballjen e saj më të vështirë me jetën. Pas disa seancave të pafundme, në fakt, kimioterapish, ditë të errta, flokë që ranë, lotë që nuk u panë dhe në fund një operacion që i hoqi të dyja gjintë, por jo shpirtin dhe as buzëqeshjen. Sonte në studion ton, rikthehet pas një muaj afërsisht nga operacioni të dy gjinëve të saj, Stella Nikola, për të na treguar këtë betejë të cilën e quajmë të fituar, dhe këto e uruam edhe një vit më parë kur e patëm të pranishme në studio, për të na treguar përmes videove, fotove, përjetimeve, fotot e betejës me zërin e saj të kthyer në forcë. Jam shumë e lumtur ta ftoj Stellën në studion ton për të bërë një bisedë force me të. Mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta. Kënaqësi që të shoh kaq bukur edhe kaq të fortë si gjithmonë. Faleminderit shumë. Duke shumë mirë. Faleminderit. Mirë që je mirë me shëndet. Mirë se ju gjeta, kam emocione. Kam emocione. Si ndjesh përveç emocioneve fizikisht, edhe emocionalisht, shpirtërisht, psikologjikisht mbi të gjitha? Atëre, kryesorja psikolog... Edhe ne bisedojmë kështu ulur të qetë dhe pa të lodhur e të sforcuar, sepse e dim që edhe sfidat pas operacionit janë të tilla dhe duan të kesh ato qetësinë dhe çlodhjen e duhur. Por që, siç e cilësove, që ne femrat, jo vetëm Stella, e gjejmë forcën. Edhe forca është ajo motivimi që na jep që ne të ecim përpara, të shikojmë çdo gjë me pozitivitet,
Më bëre Ashtu një si që ke pyetje. parti në fakt. Më bëre një pyetje dhe më the si ndihesh nga ana psikologjike, nga ana shpirtërore dhe nga ana fizike. Tani, nga ana psikologjike, faleminderit Zot, jam shumë mirë. Kjo të ka ndihmuar shumë se për të përballuar. Mundohem shumë që ta shikoj çdo gjë me pozitivitet dhe çdo gjë kaloi. Nga ana fizike, sigurisht që ka ato problemet e saja, nuk ishte thjesht, bile ishte shumë e vështirë. Nuk e mendoja që do ishte ashtu. Të kujtohet besoj një vit para, kur kemi qenë dhe kemi treguar diçka përpara se të ndodhte gjithë kalvari gjatë kimioterapia. Por që nuk e dija që do arrinim deri në këtë ditë, po. Faleminderit Zot, faleminderit gocës ime, motivimi im dhe faleminderit familjarëve, miqve, të gjithë me radhë. Unë këtu te reportim kish marrë shumë malli dhe edhe po të mëftoje më përpara që mos isha mirë prap do vija. Edhe pse kemi patur her pas here dalit të tua të regjistruara të rubrikës që ne konsultojmë gjithmonë bëje vetë. Por që energjia e mirë këtu nuk mungon. Pas këtij operacioni jemi këtu, ende jenë këto trajtimet, fazat që ti do të marrësh në fazën e rekuperimit. Në fazën e rekuperimit dhe të doja ta vazhdojmë tani me pjesën e operacionit. Jo të gjithëve ju ndodh që përpara një frike përbalje të tillë, me frikën dhe me shpresën, me sfidën, pamundësinë, para operacionit më the që kam shumë frikë dhe kam frikë sepse do jem e pa ndërgjegjshme në ato momente, se kur kam ndërgjegjen, e di që ja del. Edhe nuk e di si e gjetë ti atë kurajo, atë forcë që të realizoj edhe një video mesazh përpara operacionit. Kemi një video të cilën do doja që ta ndiqnim nëse do ta kemi gati. Është videoja që Stella ka regjistruar vetëm 10 minuta përpara se të hynte në sallën e operacionit, që janë vetëm pak minuta video, pak sekonda, por që me të drejtën shpirtin e saj mbartin peshën e një viti. Në ato minutat e para ku sigurisht kishte edhe emocione, po edhe kishte një forcë të jashtme që të mbërtheu dhe që kur ti nuk kishe asnjë gjë të sigurt, ku siç e thash frika dhe shpresa ishin përballë me njëra tjetrën. Trupi gjithmonë krijon antitrupa për të mbrojtur. Dhe antitrupat e mi është kjo mënyra siç e kam zgjedhur unë për të përballur me sëmundjen time. Dhe mënyra që dëshira që unë dua të flas, dëshira që kam dëshirë të dëgjoj fjalë të mira dhe të jap fjalë të mira, mendoj që kjo më ka bërë shumë, më ka ndihmuar shumë. Dhe një nga gjërat më të mira mendoj është që ne duhet të flasim, duhet të shprehemi, nuk duhet ta shohim si handicap, nuk duhet ta shohim si një anë të errët, nuk ka gjë që nuk rregullohet nëse është dëshira e mirë për ta bërë këtë. Dëshirojmë ta ndajmë këtë moment të videos edhe me publikun, e ndjekim së bashku, pak minuta para se të hynte në sallën e operacionit. Po është dita ime. Jam lodhur, jam dërmuar, por kur nuk jam dorëzuar. Marr frymë thellë dhe kam besim tek vetja ime, sepse ne jemi të forta. Ne nuk na mposht asgjë dhe uroj jo vetëm time sot, por edhe të gjitha femrat gratë që janë në situatën time, që ne do t'ja dalim, ne jemi të forta dhe ne jemi shembulli për fëmijët tanë, për ata që ka nevojë. Ju dua shumë gjithëve, ju pusë. Shumë emocionuese. Si ndjesh kur e shikon tani pas një muaj? Isha shumë kurioze në fakt, sepse nuk mbaja mend asgjë kur dola mbas operacionit, edhe mami që më ndonjë një afër më thoshte që sa bukur Stella, si e gjete forcën e këtë, dhe i thashë që ma nuk po mbaj mend asnjë gjë. Do të thënë kam qenë me mbushur me emocione, por kur e pash pastaj emocionova shumë. Edhe nuk e di, më kanë shkruar shumë zonja, sepse unë komunikoj shumë në Instagramin tim, dhe me anë të kësaj videos më kanë shkruar shumë zonja që e kanë përjetuar të njëjtën gjë, të njëjtat emocione, të njëjtat, vetëm që nuk e kemi realizuar dhe ne Stella, dhe shumë mesazhe të tilla vijnë që bravo Stella që e tregon këtë gjë, sepse fundit sfidat për ne njerëzit janë. Kështu që sa orë zgjati operacioni dhe ai zgjimi pas, kur ti kishe një trup të ri, kur ti përqafove trupin tënd të ri? Operacioni nuk ishte i thjesht, zgjati gati 5 orë e gjysmë, 6. Doktorët thanë që doli me sukses dhe në fakt doli shumë mirë.
Ishte i vështirë, sidomos post operimit ishte faza e rekuperimit është goxha e vështirë, por që nuk e di mua më duket sikur jam me njëjta akoma. Të vetë me ndryshim që unë shoh në trupin tim janë akoma këto flokët që me zi pres. Paruket. Po, paruket që me zi pres që të dalin. Kanë filluar të dalin flokët? Se tani ka filluar i quaj dhe flok to. Personi parë që ti me të cilin fole pas operacionit, kur dolja i ilaçi narkoza. Atëre, i vetmi ilaç që më shëron mua është goca ime. Ajo erdhi direkt që më takoi, më zgjoi, më ktheu në realitet, edhe i thash vete Stella, iku e madhja, mbaroj çdo gjë, në qoftë se do ketë gjëra të tjera, terapi janë shumë të vogla me atë që kam kaluar. Pastaj ishin prindrit, njerëzit e mi, kështu që mendoj që kaloj mirë. Vendimi për t'i hequr të dyja gjintë, besoj ka qenë një vendim i vështirë për t'u pranuar në radhë të parë, për ta marrë në konsiderat si do të shkoj, si do të dukem, pastaj zëndësimi që ti ke bërë apo jo me anë të silikonit. Po, protezave. Shumë gra mendojnë se thonë që heqja e operacionit gjirit, pra heqja të dy gjinëve të bën të ndihesh më pak grua. Ti çfarë ndjeve dhe si e përballove këtë pjesë? Nuk e mendoj kështu, sepse të qenurit grua do të thot çdo gjë tjetër për mua. Të qenurit grua do të thot që ti pëlqen veten tënde, ti e do ashtu siç je. Edhe ndoshta edhe pa gjoks, sepse ka shumë gra që nuk kanë mundësi ose nuk duan që të vënë diçka të re në trupin e tyre. Dhe rin pa gjoksin e tyre dhe prap duken bukur, sepse e bukura është që ne duhet ta pranojmë veten kështu siç jemi. Në qoftë se unë ndihem mirë, atë do transmetoj edhe te të tjerët. Në qoftë se unë kam diçka që nuk shkon, sigurisht që unë e transmetoj edhe të tjerët. Kështu që mendoj që të qenurit grua është të qenurit vetvetja. Ne ta duam veten ashtu siç jemi. Tani pas kësaj faze ku të duhet që të mbash edhe një mbrojtëse, si të thuash, janë recepeta postafat për post operacionit. Janë të forta, të shtrënguara. Nuk e menaxhon shumë mirë, sepse të shtrëngojnë, të marrin frymën, por që është e detyrueshme që duhen mbajtur. Por që janë gjëra shumë të vogla me atë që kalvar të gjatë vuajtjesh prej gati një viti apo jo? Po, gati një viti. Para kësaj, sigurisht, beteja tjetër, sfida edhe që ka qenë dhe ndoshta më e vështirë, më ke thënë, se sa operacioni, kanë qenë seancat e kimioterapive apo jo, që me efektet anësore të fuqishme që kimioterapia jep në organizëm, rënja e flokëve, momentet të cilat ti i ke fiksuar dhe i ke fotografuar, i ke aty, sepse cilësoj gjithmonë atë. Ka një arsye tjetër të veçantë që ti mbani i hedh në Instagram. E cilësoj këtë gjë që ka shumë femra që e vuajnë këtë gjë. Falë Zotit, prandaj thash që nga ana psikologjike jam shumë mirë. Dhe kjo do të thotë shumë për një person që ka një sëmundje të tillë. Dhe prandaj mundohem që t'i ndaj çdo gjë, çdo emocion timin me veten time. Ja, këtu është kemioterapia e parë që unë jam me flokët. Këtu më kanë rënë flokët, që duhet ta pranoj veten. Këtu janë efektet anësore të kemioterapisë. Këtu është paruke parë, që isha e pavendosur. Ke dhe eksperimentuar me disa lloje, apo jo? Parukeve? Kjo është paruke parë, më duke vetja pak çuditshëm, dhe këtu jam gati një javë para operacionit. Dhe thash që do të im përmbledh në një video për të treguar ato emocionet dhe atë pranimin e këtyre gjërave që duhet i bëjmë. Sepse jeta është shumë e rëndësishme. Jeta është e rëndësishme si për ne të parët, në vetën e parë, por dhe për njerëzit që na rinë afër. Patjetër, kështu që pjesa e familjes vuan akoma dhe më shumë se sa vetë personi që e ka mbi shpatulla. Do me thënë, unë nuk do të harroj kur ditët që ne prisnim bashkë me gocën, kur të mbaronin efektet e kemioterapisë. Si i ka përjetuar të gjitha këto ndryshime në familjen tuaj, Armonia, vajza jote? Armonia gjithmonë është dashur, ajo është armonia ime, është pozitiviteti im, është dëshira ime që të eci para. Dhe çdo ditë më thoshte, unë duke e bërë të qartë që është një kalvar dhe janë disa ditë që mami nuk do jetë mirë.
Dhe vërtet ishte e pa mundur që unë ta menaxhoja veten time. Dhe ato 6 ditë maksimumi, unë isha në divan ose në krevat keq. Dhe Kimioterapit dhanë shumë efekte ansore, po sigurisht dhanë efekte. U përballën edhe me ndryshimet në... Po. Në humor, në gjendjen fizike, në trupin tënd. Po, e vërtet është. Edhe ne morëm kështu si loj pasaj. Çdo kemioterapi tjetër ishte, mami, çfarë dite është sot? I thosha, unë dita e 5, jej, dhe një ditë edhe e mbaruam. Dhe vërtet ditën e 6 të 7, unë isha në këmbë. Kështu që e kaluam çik me këto, prisnim ato ditët që të kalonin, që të vinin ato ditë e bukura. Sepse janë edhe mosha e saj, dua të cilësoj edhe këtë gjë. Po, përveç se kësaj, ato ditët e bukura, Niki, basa saj anet e erët që ti kalon atë kemioterapi me ato efektet shumë të forta, e shijon aq shumë ato ditët pastaj kur ti nuk i ke këto efekte, kur ti ndihesh mirë, i shijon me një kënaqësi, thua sikur po bën një gjë të jashtëzakonshme. Dhe bësh gati për ta përgatitur veten për të radhës, apo jo? Sa të tilla u deshën për operacion? Unë bëra 6 të tilla, por që ishin të forta. Ishin të forta që doktoresha ime më tha mos të bëja 12 seanca, meqense trupi im i përballonte, i bëra në 6 seanca. Kështu që i përmblodha më shumë që të mbaroja më shpejt. Po që kur bëra operacionin, një nga problematikat që ishte që ruazat e kuqe të mia ishin shumë të ulta nga kemioterapia. Dhe meqense pata një hemorragji të vogël mbas operacionit, ruazat zbritën poshtë. Kështu që u detyrova që duhet të merrja gjake ekstra, kështu që kishte disa komplikacione që ishte efekti kemioterapisë. Shumë kur Stella mund të mendoj dhe të pyes që për një këtë forcën psikologjike që Stella e ka dhe që padyshim që e ka si armë të fortë për ta përballuar dhimbje, ndryshimet, gjithë rutinën, gjithë kalvarin, se sakrificë e madhe në fakt për t'i përballuar. Ka kraj që ndoshta nuk e kanë këtë forcë. Ke një mesazh për to? Një sugjerim për to, pse jo, dhe një ndihmë të jashtme që ato mund të marrin një konsult me një psikolog, specialist të kësaj fushë. Ka shumë shoqata që merren me këto, janë organizata që janë në ndihmë të grave, sepse ana psikologjike preket shumë. Nuk po them që unë jam heroin, që nuk kam patur ato momentet e mia të errta, ti edhe vetë më ke parë në disa momente. Kështu që nuk e komandojmë dot veten 100%, por që duhet të mendojmë që çdo e keqe e ka një të mirë. Çdo gjë na ndodh për një arsye. Kështu që vërtet unë në fillim u trëmba me këtë që më ndodhi dhe thash që o pse më ndodhi mua, si ka mundësi, si do vete jeta ime, por thash që sido që të vete do jetë një sukses. Sido që të vete. E ke menduar edhe këtë pjesën që ose kur ti shpesher e ke lëshuar vetën, je dorëzuar dhe ke patur ato pasiguritë tua që po jo se, po sikur të ndodhi diçka tjetër. Atë se ka menduar asnjëherë po sikur. Thjesht ka menduar që pse nuk po ja dalte kjo, pse lëshova veten te ky moment, pse më ndodhi ky efekt edhe unë nuk jam aq e zonja që ta përballoj këtë efekt, por që duhet të ndodhte ai efekt, duhet të isha sëmur dhe doktoresha ime, doktoresh Manjola më thoshte shpesh që Stella është normale që ti ndihesh keq, është normale që ti nuk çohesh dot në krevati. Kështu që jepi vetes kohë, çdo gjë ka momentin e vet, ti do bëhesh më mirë. Dhe duke mos qenë e përballur me këto probleme dhe duke patur një grip që ty të zë dhe ti çohesh në këmbë ikën në punë, mendoja që mua nuk do më ndodhte një gjë e tillë mos çohesha nga dot në krevati. Por që është e fortë. Ke frikë për të ardhmen? Ndjen një lloj frike brenda teje? Jo, nuk ndjej frikë për të ardhmen, jo. Thjesht jam gati, gjithmonë kam qenë gati, mendoj që ana më e fortë ose më e vështira ka kaluar, edhe pse të hënën kam një takim me onkologen time që të marrim një përgjigje çfarë do trajtimi do ndjek, sepse të gjitha këto mbas operacionit kemioterapisë sigurisht që shoqërohen edhe me një terapi mbrapa, që mos të ripërsëriten, është si tip prekaucion, një... E kuptoj. Në lidhje me kujdesin që ti ke tani për veten tënde, në lidhje me regjimin ushqimor, çfarë ka ndryshuar tek Stella? Nuk ka ndryshuar asgjë, sepse unë gjithmonë kam qenë e kujdesshme te vetja ime,
përveç se shoh disa kile më tepër, ose ndoshta është kjo... Që të shkojnë më... është kjo fryrja nga medikamentet që kam marrë, këtë e vëret e vetja ime, kurse kështu unë jam munduar gjithmonë të ha shëndetshëm, aktiviteti fizik po më mungon, por që nga dal të gjitha. Po, këto kujdesi për peshat që nuk duhet të kesh, po, ose këto sforcimet në fakt. Absolutisht, këto as makinën nuk e ngaz dot, as peshat nuk duhet të ngrë, kështu që ka disa gjëra të vogla. Po janë shumë të vogla përballë Po, janë shumë të vogla. Kjo betej, përveç forcës shpirtërore, psikologjike, sigurisht që ka edhe shumë shpenzime financiare. Është pekim në fakt të kesh pranë njerëz që të zgjasin dorën pa zhurmë, por me zemër. I ke patur këta njerëz, si ke përballuar gjithë anën financiare, kimioterapit, trajtimet, operacioni, post-operacion, duke qenë se edhe një nënë e vetme. Sigurisht që shpenzimet janë shumë të mëdha. Si ana psikologjike flasim, por është edhe ana ekonomike, por siç e cilësova pak më para që çdo e keqe e ka një të mirë, prap dua ta them këtë gjë, që çdo e keqe e ka një të mirë. Unë fal kësaj sëmundje njoha njerëz të shkëlqyer, njerëz që më kanë ndënjur afër, njerëz që më kanë ndihmuar pas një interes, njerëz që e kanë zemrën e madhe. Dhe për më tepër më kanë mbështetur si nga ana financiare, ekonomike, por dhe nga ana shpirtërore. Dhe këtu dua të flas për televizionin që unë punoj. Mund të duket klishe, sepse unë punoj këtu dhe duhet të flas për televizionin tim, por jo. Jam mirënjohëse gjithkohës për mbështetjen si shpirtërore që për mua nuk ka të paguar, edhe mbështetjen financiare. Nga më i madhi deri tek më i vogli, kështu që ju falenderoj dhe ju dua të gjithë. Bëhet qefi, që të paktën edhe këtë pjesë, sepse është edhe stres më vete për çdo familjar, për çdo person që kalon në këto kalvare, që janë protokollet për të ndjekur edhe që janë për tjetër të kushtueshme. Kemi shumë mangësira nga shteti, por që nuk duhet të futemi në këto linja, por duhet të flasim për gjërat e bukura dhe për këtë sëmundje që mendoj që duke qenë që është 1 në 6 gra ndodh të diagnostikohet, prevalenca e tillë do të jetë edhe në të ardhmen, po. Kjo është shumë problematike dhe shumë e hasur për ne gratë. Tani mesazhin që do të drejtoje stelave që janë aty jashtë te ekranit dhe po na ndjekin, grave që pavarësisht moshës kanë forca të ndryshme që është dhënë nga forca e tyre e brendshme, nga drita e tyre e brendshme, për t'i përballuar, se me thënë drejtën, kur të shoh ty kam parasysh tamam vetëm një grua që lufton, luftarake dhe që shumë optimiste dhe kështu në fakt duhet jetë çdo grua për ta përballuar, se forca psikologjike që ka aq e madhe sa mposhtë çdo pjesë tjetër pastaj i përballon më mirë, sëmundjen, sfidat. Duhet të shijojmë çdo ditë. Duhet ta shijojmë çdo ditë sikur është e fundit. Edhe pse nuk jemi e pa diagnostikuar me këtë sëmundje. Duhet ta shijojmë atë lindjen e diellit, atë përqafimin e të dashurit që kemi afër, të fëmijëve, të njerëzve, të kolegëve. Kështu që jeta këto ka gjëra të bukura dhe mendoj që jeta është e ndërtuar me gjëra të vogla. Gjërat e mëdha ndodhin një herë në ca kohë. Kështu që mund të shijojmë këto të vogla ditë për ditë. Nëse do t'i shkruaj një letër për gruan që ke qenë përpara kësaj sfide, dhe ti e ke shkruar një letër. Unë e kam shkruar. Do t'i thoje Stelës, një letër për veten. Pse jo? Ka momente që ne na dërgojnë letra, na bëjnë surpriza, familjarët, miqt. I kemi ezauruar këto në ekran televiziv. Por që është shumë e bukur. Këto moment kemi zgjedhur që pse jo? Këtë herë surprizën Stela t'ja bëj Stelës para operacionit, vetes së saj. Unë ju kërkoj ndjes sepse kam shkruar, nga që kam shumë emocione dhe kam dëshirë që ta lexoj. Me kënaqësi, ta dëgjojmë të gjithë. Atëherë, e dashur vetja ime, e di që nuk ka qenë lehtë. E di sa shumë ke duruar pa folur, sa shumë ke qarë pa zë, dhe sa herë je ndjerë e lodhur, por ke zgjedhur të ecësh përpara. Ti je përballur me një sfidë që të ka tronditur shpirtin dhe trupin, por nuk e lejuar që ajo të thyej. Në vend të dorëzimit ti ke zgjedhur shpresën. Në vend të frikës ke zgjedhur dashurinë për jetën, për vajzën tënde, për ata që të duan. Ke qëndruar edhe kur ke pasur të drejtë të biesh. Ke buzëqeshur edhe kur zemra të ishte bërë në copa. Dhe kjo të bën të jashtëzakonshme.
Mos haro asnjëherë, ajo që kalove nuk të përcakton, por mënyra si e përballe, ajo po. Ajo flet për forcën tënde të vërtet. Ti je një grua me zemër të madhe, me qëllim të madh dhe me një histori që të frymëzon. Ky kapitull nuk është fundi. Është dëshmia që ti edhe në terr e di si të kërkosh dritën, dhe drita do të vi sepse ti e meriton. Shumë e bukur, shumë emocionuese. Mua më prek shumë, e ndjej shumë, por duhet të them diçka. Unë gocës ime ja kam premtuar që mami nuk do derdh asnjë pikë lot. Ne jemi të forta, ne do t'ja dalim dhe ditë të bukura vinë mbrapa. Shumë bukur, shumë e bukur si mesazh për çdo që është duke ndjekur këtë hapësirë, këtë bisedë për të marrë sa do pak frymëzim edhe forcë. Ka gra që shkëlqejnë kur janë të bukura, ka gra që ndriçojnë kur ato mbijetojnë, edhe Stella, edhe shumë stela të tjera që janë aty, siç e theksoi her pas here, na tregojnë çdo ditë me forcën e tyre se forca në fundit nuk është në trup, por është brenda nesh, është në shpirtin ton. Dhe për të mësuar mbi të gjitha se jeta mbi të gjitha është një dhuratë, e duhet drejtuar. Shumë e drejtë. Falenderoj, të uroj gjithë mirat, shëndet dhe të mirëpres në rubrikën bëje vetë për ta vazhduar ciklin e këshillave. Faleminderit shumë, Niki. Më pëlqen shumë kjo energjia pozitive dhe mirë se të vi në këta njerëz kaq mirë. Na bëhet shumë qefi që je rikthyer më e fortë se kur. Përcjellim Stellën, kalojmë në publicitet dhe më pas do të udhëtojmë larg në Amerikë. Është një takim i rastësishëm shumë i bukur i dy artistëve, të cilët do të prezantoj pas pak. Do të zhvendosemi në një komunikim virtual me David Kurtin. Ai është artist, këngëtar, aktor, model, sipërmarrës, një djalë me rrënjë shqiptare, i lindur në Itali dhe që jeton prej vitesh, i rritur në Amerikë, që ka ditur të ndjek ëndrat e tij më të mëdha, me një zë që na çon pas në kohën e Frank Sinatrës, por me një shpirt modern që eksploron muzikën pop, R&B apo atë alternative. Mënyra se si ne kemi njohur Davidin është shumë e bukur. Një takim rastësor mes fotografit Brian Hoxha dhe David Kurtit na bëri që pse jo këtë djalë ta promovojmë dhe ta kemi në ekranin ton. Përshëndetem fillimisht me Davidin dhe më pas do të ndjekim videon se si atë e kemi njohur ne. Mirëmëngjes David. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit shumë për kohën tënde. Do të zhvillojmë pas pak një bisedë, por më parë do doja që të njiheshim me publikun ton, këtë takim të rastësishëm dhe të bukur që ti ke patur me fotografin shqiptar aty në rrugët e New Yorkut. E ndjekim së bashku. Hey, hi. Excuse me, how are you? Good, my name is Brian. I'm a photographer and I like taking portraits of people on the street. And I just saw you here, like, reading a book. You look great with the attire and everything. I can see you got the rings on your fingers and everything. So I thought if you wouldn't be bothered if I could ask you to take a couple of portraits of you. Sure, man. Would that be okay? What's your name? David. David. Hey, nice to meet you. I'm Brian. Brian, are you Albanian? Yeah. You How did you know? Edhe unë jam shqiptar. Po në vërtet e? Çfarë bëu vëlla? Edhe qenë. Si e mirë? Ej, gëzohem, kënaqësi. Jeton këtu or what? Po, jetoj në Melrose. Këtu në Massachusetts, jeton kam një vit. Të hera parë që po takoj një shqiptar kështu në rrugë, domethënë. This is amazing. This is like random and I love it. Yeah, kam pas bërë këtë gjë në Shqipëri, friqa njerëz, por normalisht aty janë shqiptar gjithë, kurse këtu e kam çik më të vështirë me taku shqiptarë. Ke parasysh? Kur folë shqip herë s'po ashtu, s'po mjifshim veshët, e ke parasysh se si më duk shumë, yeah man. Do i bëjmë ca foto tash për nderin e Shqipërisë, do thuash po. We have to. Vetëm serioze burr. Më tregu që je shqiptar, ç'a? Bukur, takimi rastësishëm, një nga më të bukurit. Dhe bashkë me këtë takim me Brianin u bët shok dhe miq tani jeni. Po. Ai shumë çuni mirë është Briani.
është shqiptar I vërtet, erdhi deri në Amerikë për oportunitetet, edhe kështu është shumë e bukur kjo gjë. Po ti David, si e kuptove që Briani ishte shqiptar? Se na ndodh kur shkojmë, emigrojmë dhe themi duken shqiptarët. Çfarë të bëri që ta quaj shqiptar je ti? Ta pyesje? Kur tha emrin Brian, në Amerikë quhen Brian. Po kur tha Brian, e kuptova theksin. Ky duhet të jetë shqiptar. Mirë, le të flasim pak për historinë tënde, se është një histori e bukur, interesante. Ti je lindur në Itali dhe je rritur në Amerikë. Vazhdon ëndrat e tua aty si artist multidimensional. Me rrënje shqiptar. Po. Nga cili qytet? Nga Tirana. Nga Tirana. Po. Prindrit e tu kanë emigruar prej sa vitesh? Fillimisht në Itali dhe më pas keni kaluar në Amerikë apo jo? Po, në Itali, në 90-ën, I think babi filloi, pastaj erdhi mami, edhe në 2013 babi erdhi këtu në Amerikë përpara, se I ofruan, babin e kam shef, edhe e ofruan një oportunitet pune këtu në Amerikë, edhe tha pse jo, e quajnë Amerikën, e quajnë tokën e oportunitetet, e ëndrave, so pa tjetër, tha babi, edhe ka parë një the future për mua edhe po të ardhmen për familjen, edhe po, këtu jemi të shi. Toka e premtuar, toka e ëndrave për shumë shqiptar, pa dyshim, por sa të ka ndihmuar ty personalisht, tashmë kjo përzgjerje kulturash në formimin tënd si artist, por dhe të ka rezultuar ty Amerika si toka e ëndrave, sigurisht që do shumë punë, apo jo? Talent, punë, sakrificë, përpjekje, nuk është aq e kollajt për ta arritur. Shumë duhet këtu Amerika po nejte me durët kështu nuk shko. Edhe po pa Amerikën nuk e di a do bosha aktor, model, këngëtar, po të ishe në Itali nuk e di a do bosha këta, do kisha këta të ardhmen. Edhe po jam shumë krenar, edhe Më thuaj pak për këtë formimin tënd, këtë artistin shumë dimensional që David Kurti ka aty në Amerikë. Ti je këngëtar, përpajson një kohë në epokën Zëryt lidhet me ato epokën e Frank Sinatrës, pastaj ke përqafuar dhe eksploron muzikën pop, R&B, muzikën alternative. Ke marrë pjesë në shumë filma, si aktor, si model, edhe së fundmi edhe si sipërmarrës. Si ke arritur të gjitha këto? Ku ndihesh më mirë, David? Pasionin e kam pas kur isha vogël për muzikën, për filma, po shkojnë shumë mirë together. All of them. Po muzika ne kemi, si shqiptarë, kemi rhythm, kemi muzikën e kemi mrena. Edhe ekspresioni I emocionet I kemi, pse jemi njerëzit me shumë emocion për Kurioze jam të di do një këngë shqip, David? Kështu, fjalë për fjalë, jo, po I njoh nga veç. Në një refren do na e thuash tani, se ke atë aksentin amerikan edhe do na pëlqente shumë të na këndoje diçka shqip. Të kalalishi. Kaq di mo. Do kalojmë te Frank Sinatra tani më duket. Ti përzijim pak rrymat muzikore, ka të pultimet mëdhaja. Frank Sinatra, po. Frank Sinatra kemi Somewhere beyond the sea, somewhere watching for me. Je shfaqur, të kalojmë pak të talenti si aktor. Je shfaqur në produksione në Netflix kryesisht. Si lindi kjo ideja për aktrimin? Aktrimin
gjyshin, të jap gjithë fajin gjyshit, se ai shifte shumë Fajin film apo amerikan. meritën, ta themi më mirë atributin se duket si ai të kanë nxitur. Po, ai shifte edhe shef prap shumë film amerikane, ka pasion, kishte pasion, edhe unë shifsha me gjyshin, edhe me po, nga aty erdhi gjithë kjo, edhe më duket se pash pak filma që nuk një çuni i vogël nuk mund të shifte, po i pash pse gjyshi mi tregonte. Nuk ishte kështu si bllokim. Dhe kush e zbuloi më pas talentin tënd si aktor? Si trokite në dyert e produksioneve për të bërë pjesë e këtyre serialeve, filmave që ti ke luajtur? Unë kam punuar ke një restorant ku aktorët të madh vinin për dark, edhe një natë një cinematograf ishte këtu në Boston, edhe e pyeta ç'a mund të bëj, se e kam pasionin për ç'a është step number 1. Ai tha, unë po filmoj një film këtu me Halle Berry, shumë emri i madh, aktore. Edhe mba mua kështu si me pasion, edhe tha, ma jep emailin edhe pastaj do fillojmë. Edhe nga aty fillova si figurant. Nga figuranti i parë, shkoke do njofësh në produksion, do njofësh më shumë njerëz, e pastaj gje një tjetër edhe. Si prezantohesh, David, si italian, duke qenë se je lindur aty, apo si shqiptar? Po, unë prezantohem si italian me origjinë shqiptare. Si reagojnë kur ti ju prezanton Shqipërinë? Miqtë tu, njerëzit me cilët punon? Nuk e njohin. Nuk e presin. Po, how can I say it? Mendojnë, ata njerëz që nuk e din Shqipërinë, nuk din, mendojnë grek. Mendojnë sikur je grek. E kuptoj. Afër jemi, i them, po, no, Shqipëria. Ke miq shqiptar? Po. Edhe në rrethin ku punon, si aktor, si këngëtar, ke njohur miq shqiptar? Miq shqiptar, instrumentalist. Kam një shok është lu saksofonin, një shok luan the piano, edhe në punë, në restorant ka shumë shqiptar. Me qenë se përmendë restorantin, ju keni një biznes familjar, apo jo jeni dhe si përmarrës? Po. Me çfarë shije keni gatimin në restorantin tuaj? Italiano, from Umbria. Kuzhinën italiane keni aty? Po, kuzhinë nga Umbria, regioni Italisë. David, viziton shpesh Shqipërinë? Po, kam qenë në Shqipëri? Po. Kur kam qenë? Kam qenë në Shkurt. Me shokun. E mora një shok amerikan, i tregova, shkuam në Tiranë, në Sarand, i pëlqeu shumë, ishte herë e parë për atë. Edhe i pëlqeu shumë. Kur erdhi prapë këtu, Ty vetë çfarë të pëlqen nga Shqipëria? Edhe pse nuk është se ke jetuar apo je rritur këtu, po prindrit si ta kanë ushqyer, sa mirë që ti ke ruajtur edhe gjuhën dhe disa prej traditave, apo jo? Po. Për mua Shqipëria është how can I say it? Vetëlinja e prindërve, rrënjët, që të mbajnë lidhur gjatë me kujtimet e tyre. Po, gjyshit i kam aty prap, kultura... Janë këtu gjyshit jetojnë këtu në Tiranë, apo jo? Po. Mund t'i përshëndesësh, mund t'i dërgosh një mesazh nga larg përmes ekranit ton. Nona Dito, gjyshi Skënderi, ju dua shumë.
Dhe sa mirë që përmes gjyshërve ke arritur aty ku je sot, duke të dhënë atë dorën e parë frymëzimin, nxitjen, stimulimin për të përqafuar ëndrat e tua. Çfarë projekti ke në duar, David, tani? Tani kam të shkoj në New York të filmoj, është një series, but është vertical series. Mund të shohësh ke telefonin si TikTok. Bukur. Të uroj shumë suksese, uroj dhe shpresoj që pse jo një ditë edhe të këndosh për publikun shqiptar, ta provosh edhe pse jo, edhe ta vizitosh më shpesh Shqipërinë. Të falenderoj, të uroj shumë suksese në të gjitha projektet e tua. Ne kemi përfunduar, ka shkuar ora për të ndjekur lajmet e orës 11 përmes kolegëve tanë të informacionit. Kalofshi një ditë të bukur, pa ashtu dhe një fundjavë të bukur për të parë edhe për të takuar sërish ditën e hënë. Mirupafshim.